Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Atëherë mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme, por dhe shenjat me fat që do jenë gjatë këtij viti. Ju mund të shikoni dhe ascendenten tuaj ku e keni. Gjithsesi, doja të falenderoja përsëri abonentët e rinj të këtij kanali që janë bashkuar këtij komuniteti. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe vazhdojmë të shohim në lidhje me leximin. Ju mund të mendoni për personin në të cilin jeni në njohje ose mund të jeni dhe të shkëputur nga ky person, të shohim energjinë e këtij leximi. Atëre, shohim, kemi energjitë shenjave të ujit këtu komplet, por energjitë nuk kanë rëndësi. Është një rihapje midis jush dhe ky person dëshiron të hyjë në historinë tuaj. Ka ëndra, ka iluzione, sepse jemi të shtata e kupave, ka një sër fantazisht në lidhje me këtë dashuri, por gjithsesi ky person dëshiron të vi drejt jush, por shoh që është një person që emocionet janë në rritje të këtij personi. Ndoshta ky person ju shikon nëpërmjet ndjenjave, sepse jemi te princesha e kupave, nga shtata kalojmë te 10 e kupave dhe këtu flasim për dikë që ka fantazuar shumë në lidhje me ju dëgjues, ose që është duke krijuar ëndra dhe iluzione. Dhe nuk ka arritur ta materializoj këtë dashuri, ose ky person dëshiron që ta finalizoj këtë dashuri, të lidhet me ju në një mënyrë tjetër. Ky person ndoshta ka qenë i humbur midis opsioneve të ndryshme që mund të ketë pasur, mund të ketë pas oferta në lidhje me dashurinë, por tani opsioni i vetëm për këtë person jeni ju dëgjues. Dhe këtu kalojmë nga një ndjenjë individualiste që ky person ka pasur, kalojmë në energjinë e çiftit, ose në energjinë e një takimi ose të emocioneve që ju keni të dy për njëri tjetrin. Dikush mund mos hapi derën në këtë dashuri, ju mund të jeni shkëputur nga ky person, ose ju dëshironi, mund të jeni në një njohje që jeni futur tani. Gjithsesi ky person mund të flasë ose ka në momenti që të flasi me ju në lidhje me ndjenjat, dëshiron të relaksohet, ndoshta të ketë një bisedë të vogël dhe të qetë në lidhje me këtë takim, me një takim që dëshiron të bëjë me ju dëgjues. Gjithsesi është një energji shumë emocionale në lidhje me ju, por ndërkohë shoh që është edhe një dashuri ku të dy personat dëshirojnë të jenë së bashku. Dhe ky person kalon nga këto emocione që mund të ketë në lidhje me ju, dëshiron ndoshta të finalizoj këtë njohje ose të ketë një takim në lidhje me ju dëgjues. Është një energji shumë e bukur, ju mund të jeni në një njohje me këtë person, mund të dëshironi, jeni duke ëndruar rreth këtij personi, keni shumë emocione ose personi në lidhje me ju. Energjit mund t'i merrni edhe në të kundërt, por gjithsesi shoh një energji ku hapjeje të këtij personi që dëshiron të vi drejt jush. Ndoshta t'ju bëj dhe një surprizë në lidhje me këtë dashuri. Mendoj se ky person ka pasur edhe pritshmëri shumë të larta nga ju dëgjues. Këtu mund të jetë një energji femërore ose edhe mashkullore, ne mund t'i merrni në të dyja energjitë. Dhe shikojmë që këta dy persona
dëshirojnë t'i lënë këto fantazi dhe ëndra dhe të kalojnë në një realitet, në një fillim të ri, me njëri tjetrin. Dhe të marri kjo dashuri të marri një formë tjetër, sepse këtu lajmërohet edhe fundi një cikli dhe fillimi i një cikli të ri. Ndoshta është diçka e papërgatitur që do ndodhi, diçka nga ky person, ai ose ajo, ju mund t'i merrni energjitë në të dyja gjinit. Gjithsesi është një person që do shpëtoj nga këto fantazi që kanë ndjekur deri në këto momente. Dhe do ketë shumë oferta në mendjen e vet, por oferta që ky person mendon më shumë është oferta në lidhje me ju dëgjues. Ndoshta është dikush që i ka qëndruar larg angazhimit të kësaj njohjeje, ose mund të ketë pas edhe një pafundësi ofertash në lidhje me dashurinë, ka qenë duke fantazuar, ka qenë në një situatë të tillë, dhe ndoshta ka qenë dhe pak jashtë realitetit. Gjithsesi ka marrë përvoja ky person, do jetë më i drejtë për drejtë në lidhje me ju dhe shoh një rritje të emocioneve në lidhje me këtë person ndaj jush. Dhe një ndjenjë që ky person ka në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi është një energji e bukur dhe do vazhdojmë edhe në lidhje me se çfarë do ndodhi më mbrapa. Atëherë, këtu shohim që ky person ndoshta do të lejë mbrapa diçka. Unë do marrë edhe 2 letra nga orakulli. Ndoshta ky person do të lejë mbrapa diçka, mund të jetë larguar nga jeta juaj ky person, dhe jeta e këtij personi ndoshta ka qenë pak ka sjell ose dëshiron që të bëj disa ndryshime në jetën që ky person ka në jetën e vet, por shoh edhe një mungesë që ky person ndjen për ju dëgjues. Është një lidhje ku ky person kupton që është momenti për t'u larguar dhe për të ardhur drejt jush dëgjues, për të lënë mbrapa një situatë që mund të ketë pasur, ose situata iluzionesh që mund të ketë në lidhje me ju. Ose situata ku personi ka pas shumë oferta dhe ka qenë ndoshta në një situatë ku ka menduar se ka oferta dhe opsione në lidhje me dashurinë, dhe personi kupton që ky opsion në lidhje me ju është ajo që ky person do fokusohet. Gjithsesi, ky person dëshiron, ndoshta është dhe një person që dëshiron të jetojë në një vend të qetë, të shkojë diku, për të qenë në një shtëpi ku është jashtë zhurmave, jashtë ndoshta në periferi, ose në një ambient fshati në një rast, ose në një ambient në një vend me ujë, dhe të lejë mbrapa gjithçka që mund të ketë kaluar në jetën e tij ose të saj. Është një person ku kupton se opsionet e tjera ose këto ofertat të tjera mbeten diçka, domethënë që ky person dëshiron t'i lëjë anash. Dhe më falni, kemi një person faktikisht që është që ka ndjenja dhe emocione në lidhje me ju. Dhe këtu shoh që personi dëshiron t'i japi një drejtim emocioneve të veta. Jemi të energji e luanit, ndoshta një person që është përballur me sfida, por dhe vështirësi, dhe shoh që dëshiron t'i japi gjen forcën për të ardhur drejt jush dëgjues. Edhe pse ky person, sepse jemi te shtata e shkopinjve, mund të përballet me disa pengesa në lidhje me ju. Por shoh që është një person që i mungon kjo dashuri, sepse jemi te pesa e monedhave, ose ju mungon njëri tjetri në këtë dashuri. Është një person që mendon gjatë gjithë kohës në lidhje me këtë gjë, me mungesën që ka ndier ndaj jush, por është edhe një person që mendon shumë në lidhje me një shtëpi, ndoshta imagjinon të jetë diku me ju, do donte që ndoshta dhe t'ju çonte diku larg ky person, për të bërë një propozimin e radhës në lidhje me ju.
por është një periudhë ku ju mund të prishni lidhje me çdo person që mund të keni në jetën tuaj, sepse ky person vjen drejt ju shoh. Dhe është një person që mban një lloj qëndrimi dhe dëshiron të japi një mundësi kësaj njofje që keni ose kësaj lidhjeje, dhe ky person mund të vitë t'ju propozoj, shohim. Dhe dëshiron të ketë një takim me ju. Por ndërkohë është një person që dhe dëshiron ta festoj këtë gjë, duke i dhënë fund diçkaje. Ndoshta sepse ky person shohim që mund të ketë pasur, mund të ndërpresi diçka, dhe kjo mund të ketë lidhje në situata të caktuara që ky person mund të ketë, dhe shoh që ky person ndoshta do vi të deklaroj diçka në lidhje me ju. Është një person që ndoshta nuk është shëruar akoma nga situatat e kaluara që mund të ketë pasur, dhe është në dalje të kësaj historie, sepse kemi kartën e vdekjes, një transformim shpirtëror në lidhje me personin, një ndryshim që personi kërkon, por dhe diçka që personi i jep fund, ndoshta në mënyrën më të mirë. Dhe këtu kemi energjitë shenjës së luanit, energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit, dhe kemi kartën e vdekjes që është energjia e shenjës së akrepit. Gjithsesi do shohim se çfarë do ndodhi më vonë në lidhje me këtë histori. Çfarë ndjen ky person në lidhje me ju? Dhe kemi energji të shenjave, shenjës së luanit, shenjës së akrepit, kemi 4 energji këtu, përsëri shenjë demit, shenjë akrepit, virgjresha, por dhe shenja e luanit përsëri. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi, energjitë janë thjesht që dalin më fuqishëm, sepse është një lexim i përgjithshëm, përfshin gjitha shenjat e horoskopit. Dhe unë shoh që një person që ndoshta është ndier i lodhur, i raskapitur në lidhje me disa situata, me disa pengesa që mund të ketë pas me ju dëgjues, por ndërkohë është një person që ka shumë pasion dhe shumë emocione. Është një person që ka bërë shumë durim në lidhje me këtë dashuri. Por është edhe një person që gjen forcën ndoshta për të krijuar shpresa ose për të zbutur këtë situatë në lidhje me këtë njohje që keni ose me këtë lidhje. Sepse shoh që janë 2 persona shumë të emocionuar, një takim shumë pasionant që mund të ketë midis jush, por shoh edhe disa konflikte të saktuara që këta persona ose mund të jenë në konflikt me vete në lidhje me këtë dashuri. Sepse shoh që ka shumë emocione dhe shumë pasion në lidhje me këtë dashuri që ju keni. Gjithsesi, fati do t'i ndihmoj këtë njohje që keni për ta çuar para. Ndërkohë, shoh një fitore, një sukses këtu, ndoshta ky person mund të jetë një person i suksesshëm në një rast, në rastin tjetër mund të jetë edhe një person që ndoshta mund të jetë edhe me një distancë, mund të jetë një udhtim të shkurtër ose të gjatë, por jo domosdoshmërisht, sepse jemi te një lexim i përgjithshëm. Person dëshiron të vi drejt jush për të pasur një fitore, një sukses në lidhje me këtë dashuri. Në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi shoh fati ju ndihmon dhe shoh gjithashtu që ju do harini të jeni me këtë person, ndoshta për të pas një takim. Gjithsesi, jemi te 6-a e shkopinjve, dhe këtu shohim që shumë persona, disa persona do të mbështesin në lidhje me këtë dashuri, por ndërkohë shoh edhe persona që do bëhen ziliqar ndaj jush. Dhe unë mora më falni tarotin romantik për të parë përfundimin e kësaj historie. Si do përfundoj kjo dashuri për ju? Por gjithsesi personi ka emocione, ka pasion, fati do ta ndihmoj t'i çoj gjërat para me ju dëgjues dhe shoh një fitore, një sukses për ju. Atëherë shoh një moment romantik në lidhje me ju. Ndoshta ju
do shkoni diku, ky person mund t'ju bëjë një ftesë dhe mund të jetë një ftesë për të biseduar, por ndoshta bisedat shoh që kjo shëtitje ose ku ju do shkoni në një ambient të qetë, do kalojnë në një romancë. Ju do ndjeni shumë të emocionuar me njëri tjetrin dhe shoh një romancë shumë të bukur. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ujit. Dhe përsëri jemi te ëndra dhe iluzione, dolëm përsëri te shtata e kupave, përsëri energji uji, ku ky person nuk e di, por është një person që ëndron akoma në lidhje me këtë dashuri, dëshiron të jetë me ju, ka shumë ëndra dhe iluzione, por ndërkohë është një person që mban dhe një lloj maske. Dhe që ndoshta kjo lloj maske nuk merret në mënyrë negative, mban një maskë sepse është akoma një person që ëndron, krijon iluzione, edhe pse e filluam me këtë kartë leximin, sepse ishim te shtata e kupave, kthehemi përsëri te shtata e kupave, ku ky person në momentin që ju të keni një takim, një romancë, ky person do filloj të ëndroj përsëri në lidhje me ju dëgjues. Ndërkohë jemi te energjia e shenjës së demit. Është një person pak analitik, ose mund të jetë edhe një person që mendon, do tërhiqet në veten e vet, dhe do mendoj se si t'japi drejtim kësaj dashurie, ose këtyre ëndrave dhe iluzioneve që ka në lidhje me ju dëgjues. Sepse shoh që ky person ndihet, ka emocione, por ndihet dhe i dashuruar. Dhe karta bie vet, kemi përsëri energji të shenjave të ujit, është një energji, është një lexim shumë emocional, mund të thoja, por është edhe një dashuri ku ka full emocione në lidhje me ju të dy dëgjues. Dhe ky person dëshiron të vi drejt jush, t'ju dhuroj këtë kupë emocionale shumë të bukur që ka për ju, të shpreh këto emocione. Dhe është duke menduar se si mund ta bëj këtë gjë, si mund të shpreh këtë dashuri të pakufishme që ka në lidhje me ju. Dhe përsëri shoh që ky person dëshiron të jetë, mendon shumë seriozisht dhe dëshiron të ketë një bashkëpunim me ju, ose të jetë së bashku me ju, ndoshta duke shkuar diku së bashku, dhe kemi dyshin e kupave, që kemi energji, këtu kemi energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Gjithsesi, thash energjit nuk kanë shumë rëndësi, sepse janë leximet të përgjithshme, por unë nuk është se zje letra, to dalin vetë, shoh dy persona që ndihen, kanë shumë emocione në lidhje me njëri tjetrin, por janë dy persona që mbajnë maskë. Ndoshta janë dy persona që edhe pse dashurojnë me njëri tjetrin, nuk e shfaqin ose vën një lloj maske në fytyrë dhe për të treguar sikur nuk ju intereson njëri tjetri, por faktikisht unë shoh një çift këtu që kanë shumë emocione, kanë shumë ndjenja, por që do kenë dhe një takim, por edhe pse do ta kenë këtë takim, nuk është se do të hapen me njëri tjetrin në lidhje me këto emocione. Edhe pse shohim që këtu kalojnë nga një moment që bisedimesh, kalojnë në një romancë, kanë ëndra iluzione, tërhiqen për të menduar rreth kësaj dashurie, energjia mashkullore dëshiron ta japi këtë kupë, duke qenë së bashku me energjinë femërore, por gjithsesi në fund shoh një takim shumë të bukur. Dhe marrim një mesazh nga anglit. Çfarë mesazhi ju japi në lidhje me këtë dashuri? Dhe kemi gjashtën, kemi energji të shenjave të tokës. Dhe thot, është një dhuratë shumë e bukur, thjesht kujdesuni, jepni një mundësi për t'i dhënë rrugë kësaj dashurie. Ju ka ardhur momenti të paguani diçka që ju e keni vuajtur deri në këto momente në lidhje me këtë dashuri. Dhe unë do marr dhe një mesazh nga çfarë do donte ky person, çfarë mesazhi do donte t'ju jepte në lidhje me këtë dashuri. Dhe thot, ti je personi që kam ëndrruar gjatë gjithë jetës time.
dhe dalim përsëri te shtata e kupave ku personi është duke ëndrruar që doli gjatë leximit, gjatë gjithë kohës me ju dëgjues. Dhe marrim dhe mesazhin tjetër dhe thot kam emocione, por dhe frikë se mos të humbas thot. Dhe kemi shenjën e gafores këtu. Dhe marrim edhe një tjetër dhe ju thot, po mendoj seriozisht për ty. Dhe kemi shenjën e demit. Po mendoj seriozisht për ty. Ti bëjmë 4 për që numrat shift dhe kemi tjetrën. Dashuria juaj është ushqim thot, për mendjen edhe zemrën, shpirtin tim, të dua shumë thot personin. Atëherë është një energji shumë e bukur që erdhi, uroj t'ju përshtatet ky lexim që kam bërë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme, por dhe të vitit 2026, pse jo. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës. Një mbasdite sa më të këndshme dhe një dëgjim sa më të këndshëm.